Jemi këtu në rrugën Rystem Hyseni, këtu në Prishtinë, ku mbrëm ka ndodhur një ngjarje shumë e rëndë. Si pasojë disa të shtënave me armë zjarri, ka mbetur i plagosur një person dhe një person tjetër ka ndërruar jetë. Edhe si person e kumë jo, më ka dhe qdo, E kështu a kona i person diçka që ka pos në i telasha? më bëlloj është një plans në Mirë po qysh filloi e gjithë kjo ngjarje? Sipas banorëve edhe lokaleve që tashmë janë të hapura, gjithçka filloi nga ky lokal këto, i cili nuk ishte qenë më parë lokal, mirë po tash e disa javë ishte duke u shfrytzuar si një kafe. Ne kemi arritur të i sigurojmë disa pamje nga brenda, ku shihen disa karrika, karta, një thik si dhe njolla të gjakut. Gjithashtu, sipas policisë, kanë ardhur dy persona të armatosur dhe të maskuar dhe kanë shënë në drejtim të personave, ku njëri ka mbetur i plagosur dhe një tjetër ka ndërruar jetë.